Edhe një ceremoni përkujtimore, Berisha e ktheu në fushatë elektorale. Doktori ftoi qytetarët e Shkodrës ta sakrifikojnë edhe një herë votën tek Partia Demokratike për nder të 4 martirëve të 2 prillit. Ndaj edhe ata janë sot burim drite, burim frymëzimi për çdo qytetar që i beson lirisë dhe votës saj. Martirët e 2 prillit janë frymëzim i madh për çdo qytetar. Sakrifikoj për lirinë dhe votën e saj. Vota për projektin e Shqipërisë madhështore për Berishën i bën të pavdekshëm 4 viktima të vitit 1991. Një Shqipëri shpresë besimi, një Shqipëri ëndre. Dhe ky është nderimi më i madh që u bëjmë ne martirëve të 2 prillit, që ranë për të fituar pavdekësinë në votën e lirë. I shoqëruar nga kandidatët apo dhe deputetët që i hoqi nga lista, doktori ti mungoi në ceremoni Bars Spaia, që para se të kërkoj vota me viktimat, po jep llogari me të gjallët e drejtësisë. Por vetëm prania e tij në lista është një arsye më shumë që doktori të sulmoj SPAK. Na nderon. Zoti Spaia na nderon. Bars Spaia shkon në SPAK, ka zbatuar ligjin, ka mbrojtur kodin e një zyrtari i cili nuk mund të pranoj delinkuent në administratë. Pra, ai proces na bën nder të gjithëve ne, dhe i bën nder Shkodrës dhe çdo qytetari.